Përshëndetje dhe mirë se rikthyer në Palimit. Edhe sot ashtu si çdo ditë do të flasim për aktualitetin, politikën dhe temperaturat e larta që kanë arritur deri në 40 gradë Celsius. Por së pari do ta nisim me analistin Ben Andonin. Zoti Beni, përshëndetje. Të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Palimit. Faleminderit. A ndihmon bojkoti në klimën politike të vendit i cili aspiron të përparojë në procesin e integrimit dhe ku reformat janë një nga kushtet kryesore? Shikoni, edhe bojkoti është pjesë e demokracisë, por në pjesën e cila lidhet me integrimin, ka një detyrim edhe nga opozita, përveç majorancës e cila mbart peshën kryesore për pjesën e parafrimit të lishmërisë, që të ketë pjesëmarrje në parlament, të ndihmojë sa më shumë për ligjet dhe këto ligje pastaj të kalojnë dhe të përshtaten për të bërë të mirëqen të gjithë kuadrin ligjor me të cilin Shqipëria do integrohet në Bashkimin Evropian. Po ta shikoni me kujdes, procesi duket teknik, por në fakt është politik, që do të thotë për Shqipërinë, për Malin e Zi, jo shumë kohë më vonë edhe për Serbinë, dhe pastaj diçka më vonë për Maqedoninë e Veriut, për Bosnjë Hercegovinën dhe për Kosovën. Neve kemi destinacion në Europën. Por është fati më i madh që Mali i Zi dhe Shqipëria tashmë janë frontrunner. Dhe në këtë sens, pjesa e sjelljes politike në vendin tonë është e detyrueshme që të jetë në parlament, mos ta bojkotoj dhe ta çojë më përpara pjesën e të themi integrimit të vendit tonë. Nuk ka rëndësi se kush do të firmosi për procesin e integrimit. Rëndësi ka Shqipëria të jetë pjesë e kësaj. Kurse po t'i kthehemi thelbit bojkotit të parlamentit, në mendimin tim është i gabuar. Për arsyen e vetme që deputetët të cilët janë të zgjedhur në parlamentin shqiptar kanë detyrimin më të madh të përfaqësojnë në anën demokratike qytetarët të cilët u kanë dhënë votën atyre. Dhe po ta shikoni me kujdes, për shkak të ndryshimeve kushtetuese që kanë ndodhur në vitin 2008, shumica e deputetëve më shumë dhe zakonisht e kanë si rregull që t'i binden kryetarëve respektiv, zotit Rama dhe zotit Berisha, sesa realisht vullnetit të tyre, vullnetit të qytetarëve. Prandaj në këtë sens, unë i bashkojmë pyetjes tuaj që bojkoti është i dëmshëm për parlamentin tonë. Si e shihni aksionin politik të opozitës dhe çfarë duhet të ndryshojë në kampin blu? Unë jam shumë dashamirës si opozitës dhe duhet që opozita shqiptare të ketë një fytyrë krejt të re. Ka ardhur mirë që një pjesë e strukturimit partitike tash e përbëjnë individ të cilët personalisht i respektoj dhe uroj që kjo përzgjedhje të vazhdojë edhe të përmirësohet në kohët në vazhdim. Kam një dyshim për sa i përket kreut Partisë Demokratike, sepse zoti Berisha nuk mund ta përfaqësojë më atë frym, atë entuziazëm që kanë Partinë Demokratike, por mbi gjitha ndryshimin që kërkon Shqipëria. Dhe po ta keni ndjekur me kujdes, sot protesta, e cila përfshin më shumë zonën gri, po dhe të pakënaqurit e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, kërkojnë ndryshime dhe mbi gjitha largimin nga skena të zotit Rama dhe zotit Berisha. Më vjen keq ta them që kjo nuk po lexohet nga majoranca, kjo nuk po lexohet as nga opozita dhe po ta keni ndjekur me kujdes, ka gjithmonë më shumë impakt lajmet që bëhen në Partinë Demokratike, ka akoma më pak impakt lajmet që bëhen në Partinë Socialiste. Dhe unë besoj që kjo është një kampanë e madhe alarmi për ta. Berisha, pas rikonfirmimit si kryetari i Partisë Demokratike, duket se është siguruar që në kupolën drejtuese tek njerëzit e tij më të besuar. Si Flamur Noka nga më të vjetrit dhe Belind Klliçi i cili i zuri vendin e Luciano Boçit. A është vërtet ajo që thon zëra të ndryshme në Partinë Demokratike se po nis një fenomen i ri berishizimi i Partisë Demokratike? Ka kohë në fakt që ekziston berishizimi i Partisë Demokratike. Po në fakt është një koncept që është futur në filozofinë politike shqiptare që është fryma berishiste.
Dhe fryma berishiste ka shumë lidhje me frymën e dikurshme të Partisë Punës, ku kreu zakonisht mundohet që të mbajë në formë nepotike grupin më të zgjedhur të tij. Dhe pastaj me kujdes, madje të afroj dhe njerëz që janë shumë afër tij, qoftë në lidhje familjare, qoftë në lidhje miqësore dhe të gjitha. Por ju e dini që çdo strukturim i tillë përpara ka një provim të madh. Dhe provimi i madh janë zgjedhjet. Ju e dini që për një vit, më pak se një vit janë zgjedhjet lokale, madje pas disa javësh do shikoni që do filloj ecshëm procesi zgjedhor, de facto, jo de jure. Dhe në këtë sens unë shikoj që ke Partia Demokratike më shumë po merret me sipërfaqen se sa me thelbin. Dhe thelbi është ky, që duhet çonin shumë përpara reformën territoriale, që unë e di që nuk ka dashamirës as ke Partia Socialiste as ke Partia Demokratike, por mbi gjitha të gjenin që tashi individët e dur në bashki dhe në komuna që të përfaqësonin këtë pushtet i cili prej kohësh është në varësi të Partisë Socialiste. Dhe ky është shqetësim jashtëzakonisht i madh, e para sepse bashkitë ka kohë që nuk përfaqësojmë ose nuk arrin të zgjidhin problemet e njerëzve, nuk arrin të zbërthejnë dot investimet publike, dhe mbi gjitha një pjesë e tyre kanë falimentuar dhe mezi mbyllin, ose të themi me fondet që kanë, mezi arrin të mbyllin fondet e pagave. Dhe llogariteni që ato nuk shërbejnë as për investime, as për të themi aspirata për komunitetet lokale dhe tjera. Dhe mos u çuditni që shqiptarët i braktisin lokalitetet për të shkuar në qendrat kryesore. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh që duhet ta lexojnë politikanët për te interesave të tyre të vogla. Mendoj që një brez i ri që po vjen, brezi juaj, tashmë duhet të jetë shumë i ndërgjegjshëm për këto realitete. Por më vjen keq që ta them, edhe ju dal nga dal po bini në, të themi, në status quo e brezave paraardhës. Kthehemi tek kampi i Partisë Socialiste. Socialistët jo më pak se demokratët janë përballë zërave kritik që kanë në fokus keqqeverisjen, largimin gjithnjë më të madh të qytetarëve, dhe kjo thuhet çdo ditë në proteste në bulevard që vijojnë prej 47 ditësh tashmë. A do të rriqet qeveria ndaj kërkesave të protestuesve? Më vjen keq që ndaj diçka një opinion tjetër me ju. Asgjë nuk po tundet ke Partia Socialiste. Dhe ky është shqetësimi im i madh, dhe ky është shqetësimi dhe gjithë shqiptarëve, sepse duam apo s'duam, ajo është partia më e fuqishme në vend. Ka një sistem patronazhimi që arrin të fitojë zgjedhjet dhe gjithçka tjetër, por është një makinë elektorale e cila vendos pastaj për fatet e vendit. Dhe ata jo vetëm nuk po reagojnë, por tashmë me çfarë shikoj personalisht dhe më vjen shumë trishtim, atje nuk ka më reflektim për shqetësimet që kanë ngritur njerëzit, dhe një pjesë e shqetësime për mua janë shqetësime reale. Paçka se vetë ndaj opinione të tjera për mënyrën se si mund të zhvillojë vendi jonë. Kurse për atë që ju mendoni për ndryshimin në Partinë Socialiste dhe nëse lidhni me zonjën Spiropali, unë mendoj që është e pafuqishme me një dokument i hartuar në mënyrë të përgjithshme për të bërë kapërcime të tilla. E para sepse dokumentat të tilla nuk duhet të mbështeten vetëm nga një njeri. Dokumentat të tilla paraqiten nga një individ, por duhet të jenë të strukturuar në mënyrë të tillë që të kenë edhe mbështetës të tjerë, që të kenë jetë politike dhe ta përballin kryetarin e partisë. Por në Partinë Socialiste nuk funksionon, më të themi, kjo demokracia e brendshme. Në duke funksionon si mos më mirë, por de facto nuk funksionon. Dhe unë besoj që edhe ky dokument i zonjës Spiropali do shqyrtohet në mënyrë kalimthi, po vetë ajo si personazh, domethënë, për shkak të afrimitetit, për shkak të shfrytëzimit shumë të madh që i ka bërë pushtetit socialist, po edhe mënyrës se si e ka ngritur figurën e Zotit Rama gati në apoteos, nuk ka qenë personi i dur për ta bërë ndryshimin. Elisa Spiropali,
Elisa Spiropali duket se kryeson një lëvizje të re kritike ndaj modelit të drejtimit të Edi Ramës. Po cili është, më vjen keq që po ja u them, cila është lëvizja, kush janë njerëzit mbas saj. Ajo është thjesht një dokument i cili nuk ka as fuqinë e traktatit, as një memorandum politik. Dhe këtë ju thash pak minuta më përpara që një lëvizje e tillë që do të bëjë një individ quhet lëvizje nëse ka dhe disa njerëz pas. Por nëse një individ paraqit një material, se është material, akoma nuk është dokument, atëherë kjo është, si të themi, propozimi një individi për mënyrën se si mund të ndryshojë një parti. Dhe ky është shqetësimi më i madh që ta ndjeni, që e majta tashmë nuk ka brenda mekanizmat e duhur për të bërë ndryshime, për të pastruar, për të bërë katarsis. A u ndikua Bashkimi Evropian nga protestat dhe çfarë tregoi mbyllja e kapitujve të negociatave? Tash duhet t'ju them diçka, dhe u këshilloj duhet lexoni se çfarë janë kapitujt që mbyllen. Po ti shikoni me kujdes, ato përfshihen të gjitha në ato që ne dëgjojmë në lajmet e përditshme. Dhe për shembull t'ju them me radhë, ke kapitull për klimën e biznesit, ke kapitull për procesin e lishmërisë, ke kapitull për sigurinë ushqimore, ke kapitull për mjedisin dhe tjera. Po ti shikoni me kujdes. Të gjitha realizohen brenda fateve që ka përcaktuar zoti Rama, sepse shumë e thjeshtë tash dhe me inteligjencën artificiale që ligjet ti përshtatësh me ligjet e vendit. Por gjën që po vuan publiku shqiptar është jashtëzakonisht se sa larg janë standardet në vend me problemin e lishmërisë, që do të thotë ne në letra i mbushim të gjitha dhe unë besoj që këto do mbushen brenda fateve që thot zoti Rama. Por sa ne do t'i plotësojmë standardet, dhe po ta keni parë me kujdes, ne kemi probleme me klimën e biznesit, ne kemi probleme me standardet e sigurisë ushqimore që janë kapitull, ne kemi probleme me arsimin që sapo mbyllëm kapitull, ne kemi probleme me kërkimin shkencor, edhe këtë sa mbyllëm kapitullin. Dhe besoni tani, ne kemi plotësuar kuadrin, por ne nuk plotësojmë standardet. Dhe po ta shikoni me kujdes, Bashkimi Evropian më shumë është interesuar për pjesën gjeopolitike se sa të themi pjesën teknike. Kurse ajo që thoni ju për protestat, duke pasur parasysh atë që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, atë që ndodhi në Rumani, atë që ndodhi në Bullgari, atë që ndodhi në Serbi, atë që ka ndodhur kohë më përpara në Malezi, Bashkimi Evropian të gjitha protestat i quan element demokratik. Dhe po ta keni parë me kujdes, qeveria e zotit Rama po i paraqit këto protesta në mënyrën të themis që politika e saj e lejon demokracinë, e lejon mendimin ndryshe. Dhe kjo është plus për ata. Bashkimi Evropian nuk ndërhyri në protestat e Novi Sadit dhe në Beograd që u ngritën mbi 16 të vdekur. Sepse logjika institucionale është që çdo vend për politikën e vendet e vetë të brendshme është vetë përgjegjëse. Ndërsa ne merremi me aspektin se sa ajo plotëson detyrimet e jashtme. Kuptohet Serbia nuk i ka plotësuar dhe prandaj ka ngelur, ndërsa Shqipëria po avancon jashtëzakonisht sepse në aspektin e jashtëm ne i plotësojmë të gjitha. Por ngelet ai problemi brendshëm që ne e shikojmë me sy, që jeta është gjithmonë më vështirë, çmimet janë gjithmonë më të larta, klientelizmi është shumë i madh, papunësia është jashtëzakonisht problem, meritokracia mungon dhe neve jemi të pafuqishëm për ta ndryshuar këtë, sepse burokratët që janë afër zotit Rama, u mjafton që mbyllin nga ana dokumentale të gjithë procesin dhe gjithçka për Brukselin është okay. A do të kemi një shtator të nxehtë politik si vera e këtij viti? T'ju them një element. Unë jam gati mbi 30 vjet gazetar.
Jam lodhur me vjeshtat e nxehta, dimrat e nxehtë, pranverat e nxehta dhe patjetër verat e nxehta. Më vjen keq që Shqipëria ka ndryshuar, por nuk ka ndryshuar shumë pak nga ajo që ne mendojmë. Dhe në këtë sens, duke parë evolimin e dy partive, duke parë evolimin e fundit Partisë Demokratike, që prap kupola është prap ajo që është, sepse dhe zoti Belind Kolliçi është një nga njerëzit më të afërt, ose zoti Balliu është prap një nga njerëzit më të afërt pranë zotit Berisha. Nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë në opozit, nuk po ndryshon diçka në majorancë, janë prap të njëjtit njerëz. Dhe në këtë sens po them që në shtator dhe në javët në vazhdim, sfida më e madhe duhet për protestuesit që ta mbajnë gjallë protestën, ndërsa politika do përpiqet që të mbylli reformën territoriale dhe besoj që koha më e madhe dhe interesi publiku do shkojë ke zgjedhjet lokale dhe do shikoni që përpjekja për zgjedhjet lokale dhe zhvendosja e kësaj vëmendje besoj do i bëj shumë keq edhe pjesës së protestës. A do të ketë zhvillime të reja nga SPAK? Kush mund të jenë zyrtarët e radhës që mund të përballen me drejtësinë dhe a mund t'i afrohet SPAK niveleve të larta politike? Shikoni, SPAK-u është afruar niveleve të larta. Fakti që Kryebashkiaku i Tiranës është pas hekurave është fakt. Fakti që ish presidenti i vendit është pas hekurave është fakt. Dhe gjitha këto janë elemente të cilat Shqipëria i shet si suksese të mëdha të politikës së saj penale. Ish ministri i Shëndetësisë është pas hekurave, ish ministri i Mjedisit është pas hekurave, ish ministri i Mbrojtjes është në proces, por po manovron. Dhe ju e dini, domethënë, shkon në SPAK edhe ikën. Me fuqitë që ka SPAK-u, me kapacitetet që ka, unë mendoj që nuk është se mund të shkojë dot më shumë se kaq. Dhe këta ata e kanë shprehur realisht në mbledhjet para kuvendit, e para për pjesën e bashkëpunimit, e dyta për kapacitetet logjistike që kanë. Sepse keni parasysh me këtë korrupsion të frikshëm që ka Shqipëria, SPAK-u duhet kishte një ekuipazh 10 fishin ekuipazhit që ka momentalisht dhe duhet kishte specialistë të gjitha fushave për ta përballuar situatën. Në këtë sens unë nuk pres ndryshime shumë të mëdha. Keni parasysh për shembull është rasti ish ministres së bujqësisë që në mënyrë flagrante Shqipëria është dënuar prej saj, është penalizuar me pardin dhe nuk është se i ka hyrë gjëmbi në këmbë, ashtu si dhe individ të tjerë. Mendoj që nuk do ndryshojnë ndonjë gjë e madhe në shtator, do iki kjo pjesë e inercisë. Ndërsa do më falni për një gjë, nuk mund të përmend më emra siç bën një pjesë e kolegëve, sepse nuk kam lidhje me SPAK-un direkte dhe nuk dua të përdorem nga ata siç më vjen keq përdoren një pjesë e kolegëve. Amnistia penale duket se ka sjellë më shumë përfirtime për personat në lidhje të afërt me ish zyrtar të Partisë Socialiste. Rasti i pastruesës së Alda Klosit, nipi të ish deputetit socialist Rahman Raja, dhëndrit të ish kryebashkiakut të Elbazanit Qazim Sejdini dhe ish zyrtares së Akshit të dënuar për trafikim droge. A janë thjesht koincidencë këta përfitues apo një model që duhet analizuar? Keni të drejtë me pyetjen tuaj. Mendoj që është pjesa e dytë. Duhet analizuar dhe është e frikshme që këta individ, domethënë, kanë marrë penalitete aq lehta që i kapin këto lloj amnistish dhe njerëzit që bëjnë të tilla amnisti unë besoj që i qepin në mënyrë të tillë që të përfitojnë edhe njerëz afër strukturave partijake që janë në fuqi. Besoja në amnistinë penale që të liroheshin shumë më tepër njerëz të thjeshtë, ata që janë dënuar, të themi, për penalitete që mund të mbaheshin thjesht jashtë, ose me gjoba të vogla, ose nuk e di, domethënë që mos të rëndoheshin familjet shqiptare. Ndërkohë kur ti shikon që përfitojnë individ të tillë, personalisht kam një zhgënjim të madh. Zoti Beni, të falenderoj, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube.
Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.